E kam një porosi edhe për shefat e tyre. Atje pse unë jam i fuqishëm Prishtinë. Sepse ju asnjëri nuk mundi me dalë që ka votu vendlindja ju. Ekrem Kastrati nga nisma social-demokrate e Fatmir Limajt ka fituar edhe një mandat në kryet e Malishevës duke marrë 53.41% të votave sipas rezultateve preliminare të KQZ-s. Lideri i partisë së vogël ishte mbrëm në qyteza në pjesën qendrore të Kosovës, ku foli para një turme qytetarësh që kishin dalë për të festuar. Limaj tha se është i fuqishëm edhe në Prishtinë, por që në vendlindjen e tij ka shkuar gjithmonë me përulësi. Ai e goditi kundër kandidatin e Kastratit nga PDK-ja, Gëzim Krasniqin, i cili mori 18.91% të votave, duke folur për titullin e tij akademik. Unë kur s'kam kallëzu çfarë shkolle kam të kryer, unë në Malishev kam ardhur me përulje, kam fol çka kam bë për vendin tim. E dikush ka menduar që pse është doktor duhet me u votu. Unë kur s'e kam thënë njerëzve çfarë titulli kam, tha Limaj. Ish komandanti i goditi edhe udhëheqësit e Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë, të cilët tha se i bën pyk në kryeqytet. Për dallim prej tyre, Limaj tha se ai fiton në vendlindje. Djem kam një porosi edhe për shefat e tyre. Ju një gjë duhet me e ditë, mua kur s'më ka zhgënjur vendlindja jeme. Djem besoj dhe atje në fund për më dëgjoni. Kam porosi edhe për shefat e tyre. E kam një porosi edhe për shefat e tyre. Ju një gjatë duhet me ditë. Atje pse unë jam i fuqishëm Prishtinë. Atje pse unë ju bëj pyk atje Prishtinë. Atje pse unë jam kryelar Prishtinë e 5 porosi ja për juve. Sepse ju asnjëri nuk mundi me dalë që ka votu vendlindja ju. Ma apo kur se ka shumë. Sepse mas pari matë që shpitanë dhe në vendlindje tonë. Dhe unë po e them. E po i them çdo qytetarit Malishevës. Planet që në thurë Prishtinë, na i prishim këtu bashkë. Tjetra, unë kur s'm kallëzu sa shkolla kam të kryme. Unë Malishevë i morën me për ullje, kom folë që kam bo për danin tem. E të kush ka minum se është doktor, të të mu votu. Unë kur djerëse që të ju e dini kur që këmë thonë që titulli kam. Po e marë këtu me juve e umullë kam pleqë, e kena visitu hallat. E kena të regu që ka nevoj Malisheva. E shka duhet me punë për vendindjen tonë. Jam ullë me gjdo qytetarë që po ka dhënë mundësia. Kur se këm pa qytetarë në Malishevës nga dalë poshtë. Po e mbarë as me ta. Ju knash me pa punëtorin me malterë. Ju knash me pa automekanikin me dur, me kalamat si shtëmi. Kam pa plakun me halë shumë. Ju knash me pa studentin duke shkëllqyre. Ju knash me pa biznesmeni e Malishevës të hecë për para. Bravo! Që shtu shijet atë dhe ujtë, edhe komuna jote.